jam në trenin që lidh Pjenën me Bratislavën. Është një nga trenat e zakonshëm, është afërsisht 55 minuta, 1 orë midis dy vendeve. Pamja jashtë shumë e bukur, pavarësisht se trenat në Europë janë pak pis, po ta shohësh jashtë është fantastike. Është mënyra më e shpejtë për të mbritur nga Vjena në Bratislavë. Po përfitoj për të dhënë disa dhëna të përgjithshme për hekurudhat dhe për trenat në Europë. Kur kanë nisur hekurudhat për e parë, sa rrjet hekurudhash ka Shqipëria, sa rrjet hekurudhash ka në vendet e tjera europiane, kush janë shtetet e botës me më shumë hekurudha. Hekurudha e parë publike për transport pasagjerësh me orar të rregullt është ndërtuar në Britaninë e Madhe në vitin 1830. Është hekurudha që lidhte Liverpoolin me Manchesterin, e cila kishte orar të rregullt, kishte shina elektrike dhe ishte me lokomotivë me qymyr, që më pas u bë pra lokomotivat me abull. 5 vjet më parë, Stephenson, i cili njihet si babai i hekurudhave i lokomotivave me abull, që ka ndërtuar lokomotivën numër 1, e duhet ta dini që lokomotivat me abull në botë kishin numër të përcaktuar, pra kishin renditje numerike. Filloi të ndërtoi hekurudhën e parë në nivel më të shkurtër dhe jo kaq të rregullt për pasagerë në vitin 1825, 200 vjet më parë. Në 1830 u ndërtua hekurudha Liverpool-Manchester dhe që prej asaj kohe trenat u bën një nga format më kryesore dhe më të rëndësishme të transportit në Europë. Praktikisht Europa ka rreth 220-230.000 kilometra hekurudha. Në vendin e parë si kontinent është Azia, e cila ka më shumë se 300.000 kilometra hekurudha, por shpërndarë në shumë vende në një territor shumë të madh. E dyta vjen Shtetet e Bashkuara të Amerikës me rreth 260.000 kilometra hekurudha, e treta vjen Europa me 220-230.000 kilometra hekurudha, nga të cilat 11.000 janë hekurudha të trenave të shpejtë, pra TGV-ja e famshme franceze, Frecciarossa italiane, ndërkohë që thuajse 120.000 nga ky rrjet hekurudhash janë hekurudha elektrike. Tani po I kthehem pak nga fillimi në fund. Europa e përdor rrjetin hekurudhor kryesisht për transportin e pasagerëve, është shumë e famshme. Rrjeti hekurudhor europian është goxha I mirë mbajtur dhe lidhet mundësisht nga Lisbona, që është skaji, po themi më I largët I Europës, me Moskën me tren. Mund të lëvizësh me tren natyrisht, që hekurudhat ruse kanë trashësinë ose distancën e shinave pak më të madhe se sa hekurudhat europiane, janë përdorur për të siguruar mbrojtjen e tyre në rast sulmi, siç ndodhi në sulmin nga Gjermania naziste në atë kohë. Ndërkohë që Europa ka një prej linjave më të rralla që lidh Parisin me Londrën, duke kaluar nëpër tunelin e La Manche-it, që është tunel nëntoksor. Treni më interesant që ka mbetur, paktën në dijenin time, është një tren në Gjermani, I cili vazhdon të jetë tren me avull dhe lëviz nëpër të njëjtën rrugë dhe shkon në një nga parqet kombëtare të Gjermanisë. Po ndërkohë trena me avull janë ruajtur në një sër vendesh të Europës, që përdoren kryesisht për udhëtime turistike. Ndërkohë që treni më I shpejt europian në dijenin time është TGV-ja franceze, e cila lidh disa nga stacionet kryesore të Francës. Në përgjithësi, sistemi hekurudhor europian është I mirë, komod, shërben për pasagerë, por është disi I vjetër, krahasuar me trenat që po përdoren sot në Azi, për shembull. Azia ka një përdorim të jashtëzakonshëm trenave, sidomos Kina. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rrjetin më të madh se Europa, kanë rreth 250-260.000 kilometra linja hekurudhore, se pastaj kanë dhe degëzimet e tyre, askush nuk mund di ta thotë saktë. Po Shtetet e Bashkuara të Amerikës I përdorin kryesisht për transportin e malleve. Transporti pasagerëve është një minutë se po anoncon stacionin. Numri I pasagerëve është shumë I limituar. Transpacific, e cila kalon nga Oqeani Atlantik në atë paqësor, kalon gjithë Amerikën. Ndërtimi I tyre në shekullin 19 ka qenë një nga sfidat më të mëdha, kur Amerika ndërtoi për të futur, pra për të çuar zhvillimin në Far East. Historitë e tyre të famshme dihet sepse kalonin për tokat e indianëve, kalonin nëpër zona ku kontrolloheshin nga grabitës, por gjithsesi sistemi hekurudhor amerikan deri në fillim të shekullit 20, mes shekullit 20, ishte shumë I rëndësishëm. Sot ai ka kaluar kryesisht për transportin e mallrave. Azia ka rreth 300.000 kilometra hekurudha.
numrin më të madh tyre, rreth 140.000 e ka në mos gaboj unë Kina, më pas vjen Japonia, India dhe vendet e tjera. Ki parasysh që sistemi indian dhe i Pakistanit, e kam shëtitur vetë atë, u ndërtuan nga britanikët dhe shërbenin për të lidhur qytetet e largëta indiane dhe Pakistanin, atë ko ishin Indi gjitha, pra India britanike, dhe ende sot në Pakistan apo në Indi do shihni që trenat ruajnë të njëjtën eksaktësisht, kur them të njëjtën model që kanë pasur në vitet e tyre të ndërtimit në kohën e kolonizatorëve britanik. Edhe brenda trenat janë shumë trena 50-60 vjeçar. Stacioni i trenit në Lahore është ndërtuar nga britanikët. Doni të shihni një tren. Të janë vagonat. Shqirin se si janë vagonat e trenit. Se i kanë kështu. Ca kanë xhama, ca s'kanë xhama. Treni është ndërtuar 1860 nga britanikët. Ne duhet të zbres se kush e di ku na çon treni. Vagoni tjetër për pastruar. Këta janë fatorinat. Dhe këtu është treni. Shumë vjetër. How old could be the train? How old would be the train? 1860. Yeah, but the carriage. It's the same period. Same period. Yes, of course. Edhe treni që nga rreth 200 vjeçar gati, po. These are all old trains. Të gjithë trenat vjetër që nga koha britanikëve. Stacioni trenit. Ky është treni me kabina dhe me krevat sipër për të fjetur. Shumë të zhvilluara i ka linja tegurodhore Kina, e cila ka rreth 140.000 kilometra, ndërkohë që Kina ka rreth 40.000 kilometra hekurudh shumë të shpejtë, që është një nga hekurudhat më të jashtëzakonshme të botës, bullet train quhen, të cilët mbi të gjitha kanë një komoditet të pakrahasueshëm me asnjë vend tjetër evropian. Business class i trenit kinez, mund t'ju tregoj tashin në një nga postimet që kanë bërë gjatë kohës që isha në Kinë, për ta parë se çfarë kushtesh ka treni pra në Kinë, hekurudhat kineze. Nga treni i shpejt në stacionin e Pekinit, është treni që na solli, treni që ecën me 350 km në orë dhe që lidh Shanghajin me Pekinin. Ky është stacioni i trenit i Pekinit të Jugut. Shifeni edhe vendet, ky ishte vendi im. Dhe ky është stacioni i trenit i Pekinit. Stacioni është gjigant, është vetëm stacioni i Jugut, ndërkohë që hekurudhat japoneze konsiderohen hekurudhat më të sakta në botë. Orari i hekurudhave japoneze është i admirueshëm, thuajse nuk lëviz kurrë. Afrika ka një numër më të vogël hekurudhash. Unë kam parë dhe kam uftuar me trenat në Mozambik. Si është udhëtosh me tren në Mozambik. Ka një nga stacionet më të bukura të botës, po edhe treni duket interesant, është shumë më i modifikuar nga një i pari. Është pak a shumë pjesa e hyrjes, ka një çesëm, pastaj mund të shkosh direkt vendi ku mund të ulesh dhe mund të shkosh direkt në vagon. Pak a shumë, ky është një vagon treni për të udhëtuar në brendësitë Mozambikut ose për të lidhur me shtetet fqinj. Një nga hekurudhat më të vjetra dhe më interesante të tyre sot i dominon Kina, kryesisht, është ajo që lidh Addis Abebën, kryeqytetin e Etiopisë me Xhibutin, është shumë interesante ta shohësh. Stacioni i trenit nga Addis Abeba në Xhibuti. Ndërtuar nga francezët 1917, gati 1000 kilometra.
dyert siç kanë qenë atëherë. Edhe trenat siç kanë qenë atëherë. Edhe në pasën kthyer dhe në kafe, më duket. Por hekurudha e vjetër e ndërtuar nga francezët është zëvendësuar me një hekurudhë të re të ndërtuar nga kinezët, që është e shpejtë, hekurudha që lidh Mombasën me Nairobin, Kenya është e jashtëzakonshme, dhe treni Mauritanisë është një nga trenat më të rrallë kolonial, që sot konsiderohet një nga trenat më të rrezikshëm në botë, udhton shumë orë, mbushet me beduin dhe nga fise të ndryshme. Ndërkohë, linja më e gjatë hekurudhore e botës quhet Trans-Siberian, ajo që niset nga Moska dhe shkon deri në Pekin. Është një nga linjat e ndërtuara në më shumë se sa 10 vjet, një sfidë, kalon nëpër 8 zona orare të ndryshme. Pra nga momenti i nisjes, në momentin e mbritjes ke kaluar 8 zona orare, kalon pothuajse të gjitha klimat në botë, nga klima më e ashpër, duke kaluar mes përmes Siberisë, duke kaluar në zonën e Mongolisë, në gjithë Rusinë, nëpër liçenin Baikal dhe mbrin në Pekin. Është një linjë që bëhet rreth 14 ditë, vazhdon të jetë ende funksionale sot, ka qelluar që ta shoh në Mongoli, dhe është një nga linjat që sot shërben për turist dhe jashtëzakonisht e popularizuar. Është linja më e gjatë, 9200 ose 9800 kilometra, pra një nga linjat më të gjata të botës. Trenat janë edhe trenat e vjetër sovjetik, që janë me velutin e kuq, edhe disa trena të ri të përshtatur për transportin e tyre. Kështu që kjo është një nga linjat më të bukura. Ndërkohë, pretendohet, dhe këtë asnjëherë nuk di ta them, që me një segment të vogël që duhet lidhet në Korenë e Veriut, ti mund të udhtosh me tren, udhtimi më i gjatë duke ndruar trenat, se Trans-Siberian është një linjë, mund të udhtosh nga Lisbona deri në Seul. A është e mundur, nuk e di, po pretendohet që kjo është linja më e gjatë e trenave në botë. Nga linja Bratislava-Vjenë, më e shkurtra.